Kosova po vazhdon të thelloj varësinë nga mallrat e importuara, duke quar deficitin tregtar në mbi 4.4 miliard euro gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025. Importi ka arritur mbi 5 miliard euro, me një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa eksporti ka rënë për rreth 30 milion euro. Ekonomisti Jakub Bellaça vlerëson se kjo situatë është shqetësuese, pas importi i madh i mallrave dhe lëndëve të para, bashkë me inflacionin nga vendet e huaja, po ndikojnë drejt për drejt në çmimet e tregut vendor. Është shqetësuese që ndikojnë disa faktorë, sidomos se janë edhe faktorë tjerë për shkak të inflacionit, sepse përpos produktet të cilët edhe lëndë para edhe pajisjet të cilët ne importojmë edhe inflacion, edhe shpenzimet varëse e këndet sigurisht ato, sepse vetëm në gusht për shembull të vitit kaluar ka 4.5% inflacioni krahasim me gustin e vitit kaluar, edhe zakonisht importi është më i madh si importojmë prej Gjermanisë, prej Turqisë, prej Shqipërisë dhe prej Kinës. Faktikisht do duhet në këtë rast që ndryshojnë politikat makroekonomike, do duhet ndryshojnë politikat fiskale dhe politikat tatimore. Problemi më i madh në këtë situatë është mungesa e institucioneve dhe mbështetjes nga shteti, çka ndikon që ekonomia e Kosovës të mos zhvillohet sipas rrjedhës normale, shtoi Bellaça. Ka është mungesa e institucioneve, sigurisht që ndikon, sepse ekonomia do duhet të jetë e kontrolluar, do duhet të jetë mbikëqyrë nga shteti, do duhet të mbështetur më shumë, faktikisht që 7-8 muaj faktikisht nuk ka pas mekanizma kontrolluese dhe në çdo gjë nuk është zhvilluar sipas secilive normale dhe proceset ekonomike, domethënë edhe kanë dalë pi shtratit vetë, domethënë normal e kanë kaluar me një shtrat tjetër, jo normal faktikisht sepse është shqetësuese për një ekonomi të vogël që është si Kosova. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Bellaça shtoi se për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm është nevojshme të rritet prodhimi dhe eksporti vendor, të përmirësohet ambienti për bizneset dhe të forcohet roli i shtetit në mbikëqyrjen dhe mbështetjen e ekonomisë.